Herën e kaluar kur e kemi mbajt me Ardenin meqin, kam dashur me përdor side press normal, por kom pa që s'po funksionon e kemi kthyer pastaj në Kings Move. Kings Move është një teknikë shumë e vështirë, është për çdo adverser, ja konsumon energji të adversarit, edhe bën njihet si teknikë defanzive më shumë. Ardeni besoj që do ta përdor stilin e njëjtë si herën e kaluar, sepse është ato kish pak më të fortë çfarë. Po Arditin unë nuk e kam njohur si kundërshtar, tash e njoh Arditin. Arditi përpos Kings Move të ka edhe një teknikë sulmuese shumë të fortë që na anglisht thonë press ose triceps press. Po besoj që Ardeni u përgatit mjaftueshëm për këtë meç. Edhe besoj që do të jetë garë mjaft e vështirë për mua. Po mendoj se s'jam koni përgatitur mentalisht ose s'jam koni përgatitur që do të përballem me një teknikë si Kings Move. S'jam koni përgatitur edhe mendoj se kum shpenzu shumë energji. Si përballja do të jetë si herën e kaluar, besoj që jemi të përgatitur që të dëshiroj suksese për meçin e ardhshëm. Për Arditin mesazhi jam është që jam shumë i kënaqur që po përballem sërish. Edhe shpresoj të japim një performancë akoma më të mirë se herën e kaluar. Okej, sa shpritet Ardit Sufi me Gjilonit. Është rematch me Arden Bilalli, nga Prizren. Shumë bukur, javë janë Arditi. Bravo! Ja, bravo dhe Arditi në gjitët në skenë. Përgatitët para se me hi. Përgatitët, pranë. Ta shpritet edhe Ardeni të vi. Ardeni nga Prizreni. Cili ishte fitues herën e kaluar? Herën e kaluar ishte Arditi, i cili mujti me Kings Move. Okej. Ta shohim a ka mujt me avancu Ardeni. Qofta Armenia ty çka ka përdor Ardeni. Mendoj se do të përdorni teknikën kundër Kings Move. Për shkak se dyshoj se përsërit Arditi Kings Move. Sakt, shumë sakt. Ja pra dhe referi ja shpjegon rregullat e EOS. Dyshet. Ja pra dhe buon gati të filloj meçi. Rundi numër 1. Veç ka fillu. Okej. Ardeni me kontroll sulmon, kurse Arditi me shoulder press. Pro meçi përfundon në slip. Strap match. Të shoh, këtu ka përparësi, mendoj që ka përparësi Arditje nëse përdur Kings Move. Po. I bën një farforme mu ka ca vjerë. Mirë po nëse dhe mes do të ru. Po, Ardeni do të jetë shumë vigjilent për ta sulmu Kings Move-in. Atër, unë mendoj që Ardeni do të përdor presin, këtë moment presin. Presin, ja dhe pozicionu dy sportistët. Okej, Ardeni fillimisht do të bëj klim, do të thotë ngjitje, sa më lart. Ja, po da shërë njëra. Okej, kjo shoulder press. Rundi numër 1. S'është prit. Eksploziv nga ona Ardit Sufi. S'është prit. Ja, pa dhe shumë referat. Shumë fokusum janë referat, si dhe sportistat. Po gjithçka në nivel deri me tani. Si duket Ardeni
është i ka kontrollën, nuk duket shumë i fokusuar. Po mendon nuk duket vetvetja ti. Ashtu mendoj po. Si duket Ardeni nuk është shfrytëzon padin si duhet, i jep mundësi që të shkojë në slip. I jep mundësinë të shkojë në slip, nuk është shfrytëzon padin në anën e majt. Shikon? Bravo. Okej, rundi numër 2 përfundon në slip, strap match. Bravo. Vazhdojmë me rundin numër 2 me strap match. Edhe pritet të fillon cilën Vazhdojmë me rundin numër 2. Numër 2. Strap match. A do të mund Ardeni ta ndryshon me rundin numër 2 apo? Ja, si duket, e shqeqen se ka marrë me ka. Prap tenton. Okej, false start. Prej anës Arditit. Prap e pres, prap. Si duket një elbow foul prej anës Arditit. Si duket nerën e kalume edhe Ardeni pa thonë që e ka një pozicion të rrezikshëm ka Arditi me pres. Dhe kjo faktikisht ato është të përdor. Mirë, po siç duket Ardeni nuk pas ka menu si me një kundërvyr në këtë mënyrë, kur Arditi vepron. Shikon një jetën pozicion. Ja, shikon. Me Kings move. Ardeni do të bëj climbing dhe shoulder press. Po, e ki fjallën climbing, right? Po, climbing gjitjen në dorë sa më lart. E nyja, fillon t'jallë shë nyja. Po, do të durimi është çelësi i kësaj Po. teknike. Okej. Rundi numër 2 fitues Arden Bilalo. Ja, fitues është Ardeni. Kësi here ka ndryshu. Ka ndryshu mënyrën e veprimet Ardeni. Ja, pra, fillon edhe rundi i tretë fillon. Po, fillojna me rundi numër 3. Ja, pra, rundi i tretë. Ardeni prapë përsërit njëjtën veprim. Ja. Okej, foul prej anës Ardenit. E fol edhe risi në anën e Ardenit i fol. Bashkëvendasit. Bashkëvendas po provën një klub të përbashkët, por siç duket Ardeni nuk është i fokusuar dhe nuk e ndëgjon. Vazhdojna me rundi numër 3. Rundi numër 3. Prap në slip. Kjo është shumë bukur, mendoj që për Ardenin do t'i konvene shumë.
Okej, atë do të mund ta fitojnë rundin numër 3 Ardeni pa faullin e kundërshtarit të tij. Ka pra një fall nga Arditi, i cili ka startuar. Ja pra, dy fall. Dy ordninga, i cili me një fall. Një fall, po. Si duket startan. Tash është edhe gola e faullit. Po, pra. Është rreziku të Arditi veç ka fillu me paniku. Okej. Në stilin shoulder press. Shoulder press. 2-1 për Ardit Cupin. Ja, çfarë ke kjo fundit? Kjo me shoulder press, por Si duket? kjo është domosdoshmë me pajtimin e dy sportistave për të hyrë strep, apo? Në rundin numër 4? Apo elbow foul, okay? Elbow foul. Okej, domosdoshmë restart, rundin numër 3, restart. Ja, pra. Prap tentojnë. Okej. Ja, me një pres të shpejt. Arditi si duket ai arm wrestleri amerikan. Qysh ke emrin? Jerry Cadwell. Stili është i ngjashëm. Shumë i ngjashëm. Nuk më e kuptojnë këtë lloj mënyre. Unë personalisht nuk kam shumë. Është i begatum genetikisht. Dhe rezultati përfundon 2-1 për Ardit Cupin. Po, pra. Presu se në rundën e ardhshme çfarë do të ndodh. Po, vazhdojnë në VM me rundin numër 4. Ja, pra, vendosin që të dy kundërshtarët ndërmjet vetit të shkojnë në strep. Unë mendoj se Arditi me çdo kusht synon ta fitojë garën për shkak se tenton ta nxjerrë shpenzimin e derivateve që ka ardhur këtu. Okej, rundi numër 4 vazhdojmë. Po, pra. Si duket prap Ardeni, nuk analizon momentin se pozicionin e bryllit ku të vendoset. Edhe është vështirë ta kesh mëroj për këtë pra. sulm. Përfundon rundin numër 4. 3-1 Ardit Cupi. Badjava ka udhësi, lëvët me. Badjava është shuke. Arditi si duket është edhe agresiv edhe i buzëqeshur.
Vazhdojmë pra me rundin numër 5 me rezultat 3-1 për Ardit Copin kundër Arden Bilalit nga Prizreni. Si duket të merri ja ka jep një këshill, por prap Ardeni, fokusi ka hup, nuk ka shans. Tash e praktikoj, tash e praktikoj. Të shumë se a ka mundësin ta praktikoj tash. Arden vesh ato që tash, Arden. Një warning. Si duket Arditi ka e të. Si duket Ardeni është lënduar. Rundi numër 5 përfundon. Po, Dhe fitues është Ardit Copi 4 me një rezultati. 4-1. Ja pra, përgatitin në sportistat. Pesë runda përfundon. Si duket ata janë të pajtimit të vazhdojnë dhe një rënd. Pra vazhdojmë me rundin numër 6. Herullah. Ja. Okej, rundi numër 6. Arditi kundër Ardenit. Dhe ja pra fitues është Ardit Copi, ishte e pritshme. Rezultati përfundon 5-1. Kotra një. Si duket Ja pra dhe përfundoj meqin mes Ardit Copit si dhe Arden Bilalit.